Mirë se erdhët në Public Square, unë jam Ditmir Bushati, sërish nga Universiteti i Harvardit nga Cambridge, Massachusetts. Sot nuk dëshiroj që të flasim as për gjeopolitikë, as për marrëdhënie ndërkombëtare, por një temë shumë më të rëndësishme për ne shqiptarët, për ne si kom, për gjuhën shqipe, e cila është pjesë e kurrikulës në Universitetin e Harvardit. I ftuar im është Faton Limani, administrator në Universitetin e Harvardit dhe nismëtar i kësaj ideje fantastike. Faton, mirë se erdhe në Public Square. Mirë se u gjeta, faleminderit. Faton, trego pak në lidhje me sfidat e përfshirjes të gjuhës tonë, gjuhës shqipe në lëndët mësimore me zgjedhje në Universitetin e Harvardit. Sfidat, numrin e studentëve, punën tënde, përfshirjen e administratës Universitetit Harvardit. Ne ne kishim si ide, domethënë sepse në Universitetin e Harvardit që kur jam kyçur unë e kam vërejtur që nuk ekziston domethënë lënda e gjuhës shqipe dhe kishim si ide që në një kohë të caktuar ta fusim këtë lëndë, ta bëjmë kërkesën. Mirë po, ishte më e vështirë unë si administrator të bëj kërkesën, sepse nuk deri në ato momente nuk kishim një kërkesë të studentëve. Ndërsa në vitin 2022 me iniciativën e njerëz nga bashk presidentet e asociacionit të studentëve shqiptar këtu që ishte Edona, ajo domethënë në emër të asociacionit si studente e kërkoi bëri pyetje, kishte dërguar pyetje departamenteve të ndryshme te nuk ekziston gjuha shqipe si lëndë, sepse këta studentët e drejtimit e nivelit bachelor e kanë të detyrueshme që ta marrin një gjuhë të huaj gjatë studimeve të tyre, dhe ajo kishte pyetur se pse nuk ekziston gjuha shqipe, sepse kemi studentë shqiptar dhe janë të interesuar që ta marrin lëndën e gjuhës shqipe për të përmbushur detyrimin e lëndës e gjuhës së huaj në nivelin e tyre të studimit, dhe departamentet e ndryshme me që e dinin që për shembull ajo kolegja dhe bashkëkombësja ime Eva Stathi Misho ishte shqiptare dhe ja kishin dërguar asaj pastaj kërkesën e studentëve, dhe ajo më kontakton mua dhe thotë kështu me që e dinte që unë jam administrator këtu në departament, më tha që kemi një kërkesë. Dhe ajo pastaj e bëri shumë më të lehtë, domethënë kërkesa e studentëve e bëri shumë më të lehtë edhe procesin e futjes së gjuhës shqipe si lëndë me zgjedhje, sepse universiteti është normal shumë më përgjegjës, domethënë më ndaj kërkesës së studentëve, dhe ishte gjithashtu edhe mbështetja, atëherë ishte edhe si chair i departamentit tim këtu profesori David Demrash, ishte shumë mbështetës dhe pastaj e bën të mundshme që të fusim gjuhën shqipe si lëndë, edhe universiteti aprovoi dhe pastaj në vitin 2023 dhe fillu me klasën e parë. Gjuha shqipe është tani njëra nga gati 100, sepse Harvardi ofron diku 100 gjuhë të huaja këtu si lëndë zgjedhore, gjuha shqipe është njëra nga ta. Në fillim ka pas një kërkesë modeste, do me thonë për një gjuhë si gjuha shqipe që është relativisht nga një këmb i vogël, është dikun 3-4 studentë të regjistrohen në fillim, ishte sukses i mirë. Ndërsa tani, për shembull, këtë vit i kam dikun 10 studentë që domethënë është trafishuar kërkesa, dhe një pjesë e mirë e tyre janë edhe studentë jo me preardhje jo shqiptare, që janë për shembull amerikanë ose nga shtete për shembull të ndryshme të botës, që tregon se ka një rritje të kërkesës, dhe po shpresojmë, ashtu siç e kam përmendur shpesh herë, aspirata ime që në një moment caktuar ta kemi një program apo si një institut për studime shqiptare këtu në Harvard. Faton, cili është raporti
i kësaj nisme me qeveritë e Shqipërisë, qeveritë e Kosovës apo me përfaqësitë tona diplomatike këtu. Flas nga pikpamja e mbështetjes së kurrikulës apo e ndarjes së eksperiencës, unifikimit gjuhës shqipe. E bëj këtë pyetje sepse edhe nga eksperienca ime e kaluar në qeverisje ne kemi heq shumë keq për unifikimin e abetares apo për çështje që duken të lehta, po kur futesh në për ato hullit burokratik nuk janë edhe aq të lehta. Ne në fillim kur e futëm gjuhën shqipe si lëndë tu me zgjedhje, kemi pasur kështu përkraje, për shembull nga qeveria e Shqipërisë, vetëm në mënyrë deklarative Deklarative. kështu në publik, ndërsa nuk kemi pas ndonjë mbështetje konkrete, diçka as me kurrikula as me diçka tjetër. Unë për shembull ne për lëndën e gjuhës shqipe këtu përdorim tekstet e Linda Mënikut, e cila ligjëron edhe në Universitetin e Arizonës, edhe ajo ka bërë disa libra shumë të mira dhe të përshtatshme për mësimin e gjuhës shqipe, dhe ne ato i përdorim tani. Ato libra janë edhe i kemi futur edhe brenda sistemit të librarisë të Universitetit të Harvardit, ku studentët pastaj kanë qasje direkte në ta. E bëra këtë pyetje sepse shoh që shumë shtete, ndoshta më të fuqishme se Shqipëria dhe Kosova në Harvard përmes nismave të ndryshme janë prezente, duke qenë se fole për idenë e krijimit një instituti për çështjet shqiptare apo një seksioni, se katedër ndoshta do ishte fjalë e madhe. Ë, krahas idesë shqipes që është tani nuk është më ide, po është pjesë zyrtarisht e universitetit, ju drejtoni edhe shoqatën Albane Veritas. Edhe në fakt më ka tërheq edhe emri Veritas sepse ka lidhje pak a shumë edhe me idenë udhërrëfyese të Universitetit të Harvardit. Më trego pak aktivitetin kryesor të shoqatës. Në fakt nuk është kështu shoqat formale. Tani jemi dikun 300, afër 330 shqiptarë që përfshin gjithë ta studentët që shumë që punojnë këtu në Harvard dhe MIT dhe universitete të tjera, por edhe profesionistë të fushave të ndryshme këtu në Massachusetts. Më shumë e kam për disa arsye. Një nga arsyet kryesore ka qenë pse kam zgjeru edhe mirëmbaj këtë grup edhe vazhdoj ta koordinoj, është që t'i ndihmojmë njëri tjetrit, sepse domethënë edhe unë kur erdha këtu në fillim në Harvard, mu dash të mësoj gjëra të reja, të shty kufi të ri, kishte sfida sepse nuk i dinim gjërat. Edhe pse tani kur unë i kam kaluar ata, pse mos t'i ndajmë ato dije, ato përvoja me të tjerët, si t'ua bëjmë rrugtimin më të lehtë këtu në Boston apo në universitet e tjera. Një nga arsyet tjetër që është shumë e rëndësishme që unë e mirëmbaj edhe koordinoj këtë grup, është se në grup kemi shqiptar pothuajse nga gjitha trevat shqiptare. Dhe unë akoma e them këtë, ne edhe pse jemi një këmbë, kemi një histori të përbashkët, gjuhë të përbashkët, kulturë përbashkët, ne them posaçërisht në 100 vitet e fundit ne kemi jetuar ndaras, fatkeqësisht për shkak të rrethonave historike, gjeopolitike e tjera. Dhe ne tani jemi në fazën kur po rinihemi me njëri tjetrin. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë që ne të bëhemi bashkë këtu, të takohemi, të ndajmë përvojat tona, të ndajmë qasjet tona. Ne jemi zhvilluar disa sfidat i kemi pas të ndryshme dhe ne kemi shpesh herë kemi edhe pikpamje ndryshme për probleme ndryshme, qasje, dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne ta kemi durimin me njëri tjetrin, mos ta paragjikojmë njëri tjetrin, ta mundohemi ta kuptojmë njëri tjetrin më mirë, në mënyrë që ne të mësojmë nga njëri tjetri dhe të jemi pastaj shumë më të hapur për njëri tjetrin, jo të kërcejmë në paragjykime dhe në reagime. Cilat mund të jenë mësimet për ne shqiptarët në shekullin 21? Unë mendoj që akoma kemi punë shumë për të bërë, posaçërisht
me konsolidimin e brendshëm edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, por edhe për avancimin e të drejtave, mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave shqiptarëve në rajon, kudo që janë, u konsiderohen edhe si minoritet, edhe përkundrazi që janë popull autokton, si në Lugin Preshevës, në Sanxhakun e Pazarit të Ri, në Maqedoni, në Qamëri e Gjetiu, ne duhet punojmë edhe më shumë që t'i avancojmë. Mirë, po unë mendoj nga ky aspekt që ju e bët pyetjen, disa nga sfidat që mund të themi kështu pak më të gjëra janë, për shembull, brain drain është një problem shumë i madh tek ne, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, edhe gjithandej nëse e shef edhe në Maqedoni. Kemi një humbje shumë të madhe, domethënë të rive të cilët po emigrojnë, të cilët janë të përgatitur, shkolluar dhe po i humbim çdo ditë. Kemi problemet e rënies së natalitetit demografike. Ne po e shohim në Shqipëri është shumë më keq situata. Prapë në Kosovë ka një farë akoma po mirëmbahet një farë trendi pozitiv, ndërsa në Shqipëri është shumë më keq situata. Dhe unë mendoj që këto janë si rrjedhoj e shumë problemeve tjera të cilat ballafaqohet për shembull shteti i Shqipërisë apo i Kosovës apo shqiptarët në Maqedoni e Gjetiu. Dhe unë mendoj që qeveritë tona duhet bëjnë më shumë, jo vetëm të unë shoh për shembull nisma për stimulimin e natalitetit, që është e mirë, po të njëjtën kohë ti duhet bësh më shumë pastaj që t'i mbash ta njerëz. Sepse për tani, unë si e shoh, ne jemi bërë vetëm një training center, një qendër e trajnimit për punëtorët, për tregun gjerman, francez, zviceran e tjera. Dhe ne duhet punojmë më shumë që këta të rije të reja që i përgatisim në shkollat tona dhe në sistemet tona, ta gjejnë ata vetveten të kenë mundësi që të qëndrojnë pastaj në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, dhe në këtë mënyrë në afatgjat do të jemi shumë më mirë. Për ndryshe jemi shumë keq. Unë për shembull unë shpesh herë u them edhe kur takoj qeveritarët edhe në Kosovë, Shqipërisë. Një qasje, unë e kuptoj që Shqipëria dhe Kosova, për shembull Maqedonia janë tregje të vogla dhe sot për shembull ne shqiptarët i shohim 33-ja i kemi shumë ambicioz, që është shumë mirë kjo. Mirë, po një gjë që mund ta bëjmë ne si këmbë është që për shembull ne kemi pozitën shumë mirë gjeografike në një, edhe pastaj kemi një treg shumë të madh si Bashkimit Evropian, dhe tani kemi shumë qasje në atë treg. Dhe plus jo vetëm Bashkimit Evropian, po komplet tregun perëndimor, të shtetet perëndimore të zhvilluara e kemi qasje. Dhe ne ajo që mund të bëjmë për shembull në vend që ne të eksportojmë për shembull në punës në fushën e mjekësisë, ti dërgojmë Gjermani ose t'i lejojmë që ata të na i marrin, ne mund ta zhvillojmë për shembull këtë fushë që ne krijojmë si një lloj hub, të jemi që pacientët gjerman të vinë tek ne. Ti shfrytëzojnë shërbimet tona, jo ne t'ju dërgojmë punëtor aty dhe pastaj të degradoj komplet sistemi jonë. Ne mund të kemi një qasje të tillë, domethënë, në fushat të ndryshme, edhe në IT, edhe mjekësi, po edhe në fusha tjera, të krijojmë si një lloj hub për shembull për tregun evropian. Në këtë mënyrë pastaj të rritë të reja nuk kanë nevojë që të shkojnë në Gjermani, por rrinë në Kosovë, në Shqipëri, edhe pastaj vetëm ju shërbejnë tregut ose klientëve ose pacientëve në Evropë më gjerë. Këtu më lejo të bëj një ndërhyrje sepse ju drejtoni edhe shkollën shqipe online në Massachusetts. Pra, je personi më i dur, të paktën sipas këndvështrimit tim, për të analizuar disa shtresa të shqiptarëve që jetojnë të paktën në Massachusetts, mund mos flasim dot për gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, qoftë ata që janë në Harvard apo në MIT apo në universitetet më të mira përmes Albane Veritas, që një mënyrë një tjetër janë tek ky organizimi jo formal, qoftë disa të tjerë që kërkojnë të mësojnë shqipen që mund të kenë në shumicën e rasteve ka një preardhje shqiptare, por
edhe shqiptarë që kanë ardhur rishtazi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që jo domosdoshmërisht janë pjesë e këtyre institucioneve, por që ka një interes shumë të madh që fëmijët e tyre të mësojnë shqip dhe shkolla shqipe online që ti drejton ja krijon këtë mundësi. Pra ti ke, le të themi, të gjitha fashat e shqiptarëve në Massachusetts janë pak a shumë në radarin tënd, janë pak a shumë në analizën tënde. Dhe kjo energji pozitive, në shumicën e rasteve për mua është një energji pozitive, pavarësisht stadeve të ndryshme të emigracionit ton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, piknisjes ndryshme apo fotografimit ndryshëm që mund të kenë shtresa dhe gjenerata të ndryshme që kanë ardhur në Massachusetts. Si mund shkohet, si mund të kapërcehet retorika politike dhe si mund të kthehet kjo energji pozitive në funksion të demokratizimit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomike e sociale të paktën Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk po them për vende tjera ku jetojnë shqiptarë, po që mund mos jenë në domosdoshmërisht në qeverisje. Po të paktën në Shqipëri dhe në Kosovë ku përgjegjësia është 100% e jona. Si e mendon? Një nga shpresat e mbasha më shumë ishte nga qeveria e Kosovës, që ishte një premtim i dhënë që dikun 25% të pozitave për shembull në qeveri dhe në ndërmarrje publike do jenë nga profesionistë nga diaspora, dhe kjo nuk e shoh që është realizuar. Unë mendoja që kjo do ishte një ide shumë e mirë, sepse paku profesionistët nga diaspora kanë edukimin, kanë përvojën, kanë një qasje ndryshme, kanë një qasje më moderne, sepse janë ngritur, kanë përvojë në tregje, domethënë perëndimore. Edhe kjo do ndihmonte shumë që të thyet kjo mendësia që ekziston tek ne, qasja ndaj problemeve, qasja ndaj zhvillimit e tjera. Një po fatkesisht nuk ndodhi. Pastaj Shqipëria shumë më pak po bën në këtë drejtim, dhe unë mendoj që duhet sa më shumë. Edhe nuk është se unë e kuptoj që edhe shpesh herë për shembull unë shoh edhe një sfidë këtu. Për shembull shpesh herë ka një problem që kritet e reja për shkak të ndryshimit në nivelin ekonomik, për shembull Shqipërisë, Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Evropës, disa edhe hezitojnë për shembull të lëvizin fizikisht mbrapa në Shqipëri apo në Kosovë. Mirë, po sot ti e ke mundësi që online ti shfrytëzosh këto dije, këto potenciale. Nuk ke nevojë që për shembull unë jap mësim në universitet në Kosovë. Edhe të shkosh domosdoshmërisht. Po, unë po jap mësim. Edhe në Tiranë fillova vitin e kaluar me një universitet privat, edhe ka tani që 3 vite gati që jap mësim me një universitet privat në Kosovë, po i bëj online, sepse ideja është që unë sa më shumë të kontriboj 3 vjet reja që t'ju sjell diçka të re. Mirë, po nuk ka nevojë gjithmonë që unë t'jem aty fizikisht, sepse sot kjo e shef edhe ne podcastin po e bëjmë online, nuk kemi nevojë që kemi fizikisht aty. Pavarësisht se jemi në një mahall këtu, do të thojë. Po. Përgjithësi ne mund t'i shfrytëzojmë sot të mundësi që na ofron kjo bota digjitale, kjo online, që ne t'i shfrytëzojmë sa më shumë në mënyra ndryshme, sepse tani gjithmonë sfida më e madhe është kapitali, për shembull, ose financat është shumë lehtë ti transferosh, për dija gjithmonë është më e vështira. Mirë, po dija unë mendoj që është më e rëndësishmja, know-how. Edhe në shtetërtim, edhe në gjithçka, edhe në organizata, edhe në kompani, gjithkund know-how. Dhe sot për fat keq është ajo që sulmojmë ne më shumë, për fat keq. Po, sot e ke mundësinë që ne ta bëjmë këtë transfer në mënyrë shumë më të lehtë, shumë më të lirë, që na kushtoj shumë më lirë, se ne s'kemi nevojë ta sjellim fatonin nga Harvardi në Kosovë, kur e ke sot Zoom, e ke këto mjetet digjitale me të cilat pastaj mund të punosh. Mirë, po nuk e shoh qasje, nuk e shoh frymën, nuk e shoh vullnetin nga ana e qeverisë, nuk e di pse. Unë e kuptoj që ata kanë, për shembull, e kanë prioritet, domethënë që t'ju shërbejnë qytetarëve që janë aty së pari, edhe normal, është mirë ajo. Mirë, po duke i angazhuar diasporën, posaçërisht profesionistët nga fusha ndryshme, unë mendoj që
pastaj shumë më shumë do kenë mundësi edhe ata që t'ju shërbejnë edhe më mirë qytetarëve shqiptarë që jetojnë aty, edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, edhe të sektoreve të tjera, edhe me dije e tjera e tjera. Pra duhet që ketë një qasje, një vullnet që t'i shfrytëzoj sa më shumë të potenciale, sepse ekzistojnë, edhe ekziston vullnet. Fadon Lumani, ishte kënaqësi që t'ju kisha në Public Square. Faleminderit ju, kënaqësia ishte imja.